për vdekjen e Jeffrey Epstein? Pse ka kaq shumë drejtije? Se ka shumë njerëz aty jashtë që besojnë që nuk ka vdekur. Siç po thoya, kjo është, na kam thënë shumë përpara në një intervistë apo u dolën këto emailët. Po? Por Epstein dhe shumë personazhe të tjerë janë personazhe të programuar për të bërë këtë lloj tronditje të ndërgjegjjes së njerëzve dhe të ndryshimit të saj. Dhe nuk janë personazhe njerëz ose të një race normale, janë raca vampirike ose reptiliane, të cilët her pas here shfaqen në histori me emra të ndryshme dhe janë të njëjtët njerëz. Pra, te figura e dollarit do shikoni imazhin e Epstein. Te disa piktura të vjetra që me siguri kam dashur t'i postoj, por nga që janë shumë klishe, mua nuk më duken shumë të kështu për t'i postuar, janë për shembull në një hierarki aristokrate madje të një epoke tjetër, epokës mesjetare. Pra janë figura që zhduken 100 vjet dhe shfaqen pas 100 vjetësh përsëri. Janë njerëz të pavdekshëm sepse i përkasin engjëve të rënë. Pra engjëjt e rënë që kanë strukturuar materin në të cilën ne jetojmë, ato katedralet me ato detajet që nuk i vën dot asnjë lloj njeriu, por që formozohen nga këto lloj qenish, të cilat tashmë kanë pushtuar planetin ton, po themi 2000 vjet përpara, dhe 200 vitet e fundit ne jetojmë në një skllavëri totale të qenies iluminuar njerëzore.